Simptomat e pacientëve në Gostivar vazhdojnë të jenë të njëjta: të vjella, dhimbje barku e diare. Vjellje, barku më dhem normal. Api ujtit, a virusa, nuk e dimi që shë. Jo përgje isha mora një, si thonë këtë bishte, infuzione dhe sot apet. Kako se manifestira simptomi? Po se ta zjaba edhe infuzija. Pa dhe la i lekcizja do. Po vraćanja vamo tamo, li kako le pomar. Lekovi pijam, edhe ne s'ka mora dhe zjaba infuzija. Koliko simptomi ili Ja lezovi bije se čudi me što ovo. Imate i drugi luđe zaboljeni u Kako? semejstvo? Imate i drugi luđe zaboljeni u semejstvo ili u malo? Ma ima polno ima, i žena ta i ovo. A po to polje sto pomenuva. A vele ote dhe imunitetet mi pada uopće. Gjatë 24 orëve të fundit në spitalin e Gostivarit janë paraqitur rreth 300 pacientë, ndërsa nga qendra për shëndet publik thonë se janë duke marrë të gjitha masat për të mësuar se prej nga vjen ky virus. Më thonë, në 24 orët të fundit në Gostivar situata relativisht është e njëjtë me ditët e kaluara. Sot janë paraqitur rreth fakt deri dje e kemi pasur informatat e fundit, rreth 167 pacientë janë të paraqitur në repartin infektiv, prej tira 20 janë si kontrole. Në repartin e urgjencës janë të paraqitur rreth 18 pacientë dhe në repartin e pediatrisë janë të paraqitur dikun të rreth 104 fëmijë. Tek reparti i pediatrisë, domethënë është i hospitalizuar vetëm një. Të gjithë masat epidemiologjike janë ndërmarrë, domethënë prej ditës kur është shpallur ky problem, të gjithë epidemiologët kanë qenë në terren së bashku me mjekët e higjienës, krahas tyre bën domethënë edhe kontrolle shtesë, ku janë marrë domethënë edhe mostra të ujit edhe nëpër çeshmat e pacientëve të cilët janë paraqitur me simptome. Epidemiologjike luajnë një rol shumë të rëndësishëm për diagnostifikimin. Sa ajo e lidhen se çka ka përdorur kohën e fundit pacienti, a e lidhen diçka, se kemi pasur shembull raste nga pacientë cilët kanë qenë jashtë Gostivarit. Mirë po atë ka lidhë se ka qenë në Gostivar diçka. Dhe ne vazhdimisht i lidhim. Teksa Gostivari ndodhet në gjendje me epidemi, drejtori i spitalit të Gostivarit, Emri Bajrami, nuk pranon të japë të dhëna për gjendjen shëndetësore të pacientëve të hospitalizuar në këtë spital.